Projekti për vendosjen e ndryshimit të ri rrugor në segmentin që të çon në drejtim të fshatit Nart prej nisjes së sezonit veror ka mbetur në vend numëro. Shtylla ndriçuese në rrugën e cila lidh segmentin Ramize Gjebrea, të njohur ndryshe edhe si rruga e Ish Ushqimores, me qendrën e fshatit Nart, ende në të nuk janë vendosur. Kjo rrugë hyrëse e fshatit, një prej më të frekuentuarave në Vlorë, vazhdon të mbetet përgjatë mbrëmjes në errësirë totale, pa patur ndriçim rrugor. Prej pamjeve, të cilat po i ndiqni në ekran, shihet qartë se në aksin që të çon drejt Nartës, prej muajsh janë krijuar edhe vendet e posaçme, se ku do të vendosen shtylla ndriçuese, madje në pjesët anësore përgjatë segmentit rrugor janë bërë edhe daljet se ku do të instalohet ndriçimi i ri, por puna ka mbetur në vetëm kaq. Puna më pas nuk ka avancuar më tepër dhe aty nuk janë vendosur shtyllat e reja ndriçuese, të cilat edhe sipas afateve duhet të kishin përfunduar së vendosuri. Sqarojmë se ky investim konsiston në vendosjen e ndriçimit të ri rrugor, i cili do të ishte lehtë dhe bashkëkohor përgjatë segmentit, duke kursyer edhe energji. 10 shtylla ndriçuese ishin parashikuar për të vendosur në rrugën e Nartës dhe më pas në to të sigurohej furnizimin me energji elektrike, nga ku mund të niste edhe vendosja në funksion e ndriçimit. Por pavarësisht nisjes së mbarë të punës, deri më tani në vazhdimsi asgjë nuk është realizuar. Ky projekt në momentet e para të jepte edhe përshtypjen se do të përfundonte brenda pak ditësh, por nuk ka ndodhur diçka e tillë. Gropa se ku do të vendoseshin shtyllat e reja ndriçuese janë lënë ende të hapura, teksa janë kthyer në një rrezik për qarkullimin rrugor dhe për automjetet që kalojnë aty. Për shkak të errësirës, përgjatë mbrëmjes, disa automjete raportohen se kanë rënë në këto gropa, duke u dëmtuar makinat. Gjithashtu kabllot elektrik që shihen në pamje, të cilat janë lënë aty për të vendosur shtyllat e reja ndriçuese, paraqesin një rrezik për qytetarët dhe vetë kalimtarët në atë zonë, ku mes të cilëve ka edhe fëmijë që kalojnë në këmbë, kryesisht banor të zonave përreth. Ndriçimi rrugor në këtë segment është tepër i nevojshëm, sidomos përgjatë mbrëmjes, ku rruga zhytet në errësirë totale dhe qarkullimi bëhet i pamundur për shkak të errësirës. Po flasim këtu për kalimin e automjeteve në një rrugë me gjerësi minimale, ku është e vështirë të shkëmbesh. Rruga sot, edhe për shkak të errësirës, në mbrëmje është kthyer në burim aksidenti, ku për këtë arsye vendosja e ndriçimit rrugor në të mbetet një domosdoshmëri. Gjithashtu vendosja e ndriçimit rrugor është tepër e rëndësishme, për shkak se fshati Nart është një prej zonave më të prekura edhe nga grabitjet, si dhe vjedhjet e shumta të banesave, të cilat ndër vite janë rrezikuar prej personave që ende kanë mbetur të pa identifikuar. Vendosja e ndriçimit sigurisht që do ta shmangte apo minimizonte edhe këtë fenomen negativ që rëndon mbi banorët e Nartës.